Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Salamatu ibn al-Akwa radiyallahu anhu ka treguar: "Kana rajulun ya'kulu 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bishimal, faqala lahu kul biyaminik, qala la astati'u, قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما استطاع أن يرفعها إلى فيه." Pra një burr pohante ushqim pran profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, pra ky pohante ushqim pran profetit, po pohante me të majtën. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Ha me të djathtën." Tha: "Nuk mundem, po nga menimallësia, se në të vërtetë mundej." Atëherë profeti tha: "Lestata", mos paç mundsi. Thot nuk mundi që ta ngrinte dorën ke goja. Moment ju bllokua dora. Ky është hadith i saktë. Atëherë në këtë hadith përmendet një nga shenjat e profetësisë të profetit sallallahu alaihi wasallam, që është pranimi i lutjes. Ka shumë ngjarje, shumë raste të tilla. Profeti bëri lutje kundër tij dhe Allahu i Lartësuar ja pranoi lutjen. Ky njeri e meritoi që profeti të bënte lutje kundër tij, sepse nuk ishte thjesht një gabim, nuk ishte thjesht një mëkat, por e bëri mëkatin nga menimallësia. Dhe kjo është shumë më e rëndë. Kundërshtimi i urdhit profetit me menimallësi është shumë e rëndë. Prandaj i dërguari i Allahut bëri lutje kundër tij. Gjithashtu, nga ky hadith mësojmë dhe një nga rregullat e të ngrënit, që është ngrënia me të djathtë. Nuk lejohet që muslimani të hajë me të majtën. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë mos hani me të majtën, sepse shejtani ha me të majtën. Gjithashtu profeti ka thënë një fëmijë kul bi yaminik, Bismillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. I tha një fëmijë që quhej Amr ibn Abi Salama, dhe ky është transmetuesi i hadithit pas më vonë. I tha: "Thuaj Bismillah kur të fillosh të hash ushqim. Para se të fillosh ushqimin të thuash Bismillah. Ha me të djathtën dhe ha nga ana jote, nga qoshi jot në tepsi." I dërguari i Allahut na ka mësuar edhe edukatën e feja islame, përfshin edhe etikën, edhe edukat. Andaj muslimani duhet të interesohet dhe për këtë pjesë të fesë. Edhe kjo është pjesë e rëndësishme. Kemi edukat. Na ka mësuar i dërguari i Allahut gjithçka. Kur ndroi jetë profeti, kishte lënë dije për çdo gjë. Edhe edukatën e të folurit. Ka edukat, duhet respektojmë rregullat. Edhe edukatën e mexhlisit, kur ulemi në mexhlis, ka edukat. Edukatën e këndimit Kuranit, kemi edukat, se si e mbajmë mushafin, se si e fillojmë këndimin e Kuranit, që e këndojmë Kuranin me sinqeritet për Allahun. Pra janë disa norma, janë disa rregulla. Edukata e selamit, me dhënë selam, kush jep selami pari, si jepet selami. Edukata e marrjes leje, edukata e udhëtimit, edukata e gjumit, edukata e hyrjes në shtëpi, daljes nga shtëpia, edukata në xhami. Ne kemi edukata dhe në xhami, ka rregulla, ka norma që duhet i respektojmë. Edukata e kryerjes së nevojave personale. Na ka mësuar dhe për këtë pjesë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam rregullat dhe normat. Po flasim për edukatën e të ngrënit, edukata me prindin, edukata me pjesëtarët e familjes, edukata me vëllezërit musliman. Pra vëllezër duhet ta mësojmë edukatën dhe të përpiqemi të punojmë me diturinë. Mos e lëm mangët këtë çështje, sepse nëse njeriu nuk punon me diturinë, i ikën bereqeti diturisë. E harron diturinë. Këtë njeri çe pengoi që ta zbaton dhe këtë menimallësia. Allahu na ruaj dhe bëri lutje profetit sallallahu alaihi wasallam kundër tij. Kjo është më e rëndë kur njeriu refuzon rregullat e edukatës dhe të etikës me menimallësi. Por amo edhe dobësia dhe dembelizmi. Shumica në atyre që nuk respektojnë normat e kanë nga dembelizmi, flas për muslimanë. Pa dituria, dobësia e imanit dhe dembelizmi. Por duhet që të jemi të gjallë, të jemi të zellshëm. Çfarë mësojmë? Ta vëmë në zbatim. Profeti çfarë thoshte zbatonte. Shokët e profetit punonin me diturinë. Dietarët e ummetit, njerëzit e mirë, brez pas brezi, kanë punuar me diturinë. Ju e ngrej muslimanin. Çfarë di, ta mësosh, ta zbatosh, ta jetësosh. Allahu shpëlbeft të mira. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu